Mamaj adoleshente e fëmijë në kosh. Shikoni çfarë ndodh. O Zot, i gjori. Është në rregull. Unë e di. Tani je i sigurt. Mirë. Ndihmë. Dikush të më ndihmoj, ju lutem. Ndihmë. Dikush telefonoi 911-ën, ju lutem. Është në rregull, të kuptova. Është në rregull. Unë e di. Ndihma është rrugës duke ardhur. Në rregull? Ti mbaj aty. Mos bëj asnjë përpara. Më falni. Unë thash mbaj aty. Oficer, duket se është një lloj keq kuptimi. Mbyllë gojën. Ai du të fëmijësh? Çfarë po flet? Unë sapo e gjeta. Ne morëm një telefonat për një burr të pastrej që volli një fëmijë. Po thuaj se nuk je ti? Oficer, ju lutem, me lejoni të shpjegoj. Me jep fëmijën. O, patjetër. Ti ulu në gjunjë. Oficer, duar në kokë. Tani, është në rregull, princesh, do t'i jesh mirë. Ti je sigurt tani, rini në gjunjë. Oficer, a me lejoni të shpjegoj? Mirë, më trego ku e gjete këtë fëmijë. E gjeta në atë kosh atje. E gjete këtë fëmijë në atë kosh? O, unë nuk ju besoj. Kush do ta hidhte një fëmijë në një kosh? Nuk e di, por të vërtetën po të them. Mirë, ngrihu. Ne do të shkojmë për një shëtitje. Unë duaj që ju të më tregoni se ku e gjetet këtë fëmijë saktësisht. Sigurisht, pikërisht këtu. Ai ishte një qese plerash dhe unë po gërmoja nëpër plera. Pse? Restoranti përballë rrugës e ca ushqime të mira atje. Prandaj po shkoja dhe më pas dëgjova të qara, dhe aku ajo ishte brenda një qese. Kjo është e pabesueshme. Por është 100% e vërtet. Unë nuk kam rëmbyer asgjë. Kam parë shumë gjëra në jetën time, por asgjë si kjo. Shikoni, ka një kamarier aty. Shikoni pamjet. Dispatch, ky është rreshteri Mike Green. Unë kam nevojë për ndihmë, një ambulancë dhe shërbimet për fëmijë me njerë. Unë jam në Bangle Park Mall. Ne do të shkojmë në fund të kësaj. A jeni ju përgjegjës tu? Unë jam menaxheri, o zotëri. Më duhet të shoh videon e kamerave në 12 orët e fundit. Sigurisht, hajde. Shkëlqyeshëm, kam nevojë që ti ta kthesh prap. Mirë. Pak më shumë e shkëlqyeshme. Ndalo aty. Luaje. Pra i po thoshte të vërtetën. Më duhet që të kthehesh deri në fillim. Tani ndalo. Fillo përpara. Pikërisht atje. Luaje. O zoti im. Nuk do ta besoja këtë nëse nuk do ta shija me sytë e mi. Më duhet ta shoh përsëri. Ktheje prapa. Pikërisht aty ku hyn makina. Mund ta zmadhoni? Mirë. Duhet të shoh targën. Dgjoni. Më duhet që të më japësh një etiketë. Delta Alpha Foxtrot 179. Ej, më vjen keq. U gabova. I shpëtove jetën një foshnje. E di. Modhe një vështrim dhe më bëre supozime bazuar në pamjen time dhe situatën time. Është herën tjetër dëgjoj fillimisht atë që personi ka për të thënë. Je të drejtë, më vjen keq. Faleminderit. Sigurohu që fëmia të jetë mirë. Mirë? Do ta bëj. Faleminderit, oficer. Ku mendoni se po shkoni? Koha për drejtësi. Përshëndetje, oficer. A është ky automjeti juaj? Po. Sa vjeç jeni? Unë jam 19. A mund të shoh patentën e shoferit dhe mjetin e identifikimit tuaj? Ju lutem? O, sigurisht, ja ku është. Pse më ndaluat? A isha me shpejtësi? Pra, kjo është makina juaj? Po. A ka huazuar makinën dhe ka vozitur dikush tjetër përveç jush në 24 orët e fundit? Jo. A je e sigurt? Po, por nëse nuk kam qenë me shpejtësi, pse po më ndaloni? Makina juaj u pa duke ikur nga një sken krimi me herët sot. Mund të shpjegoni? Nuk e kuptoj këtë. A janë rrobat tuaja atje? Po, jo, dua të them. Ju lutem dilni nga automjeti. Theuni, jeni arrestuar. Çfarë? Për tentativë vrasje dhe abuzim me fëmijët. Jo, po më lëndon, ndalo. Ej, ktheu këtu. I ke drejtë të eshtësh. Çdo gjë që thua do të përdoret kundër teje në një gjykat. Nuk e kuptoni, unë nuk kisha zgjidhje. Cili person do ta bënte diçka të tillë? E po, do të keni shumë kohë që të jeni në gjendje të mendoni për këtë në burg. Le të shkojmë. Ndaloni. Jo, nuk mund ta bëni këtë.